kam dëshirë që prindit të dërgoj për umre. Mirë po baba im ka disa borxhe të vetat. A lejo që unë ta çoj atë për umre? Ti herë o vlla, si fillim laj borxhet e babës. Se po të shko baba në kokër xhehenemit me këto borxhe që ka. Qite i për xhehenemit babën duke i la borxhet, inshallah. Pastaj boj umre, boj haxhe, boj të gjitha. Pra gjëja më e mirë që ti mund të bësh është t'i lajsh borxhet babës. Po nëse është situatë që është në kontroll, bon që mi bo babës umren, nuk ka asnjë problemi. Pra nëse situata është në kontroll, pra është një borxh që dihet, po është borxh i menaxhueshëm nga familja, e nga baba vet, jemi në afate për shembull, e ka baba i borxh, po ky borxh e ka afatin për shembull 5 vjet. A bon që me çu babën numre? Bon, s'ka asnjë problemi. Përdisa jemi në afate dhe është situata në kontroll. Ama nëse situata ka kalu koha e borxhit, dhe ti do me çu babën numre, jo më vlla, mos e çon numre. Laj herë borxhet, edhe pastaj po u bë gjë për umre dhe të bëhen. Pra duhet me fillu një herë me borxhet. Përveç se nëse situata është në kontroll, për sa i përket kohës, për sa i përket mundësive.